Ngjarje të papritura po ndodhin në Big Brother VIP Albania 4. Një prank i Gjestit ku ai pretendonte se do të largohej nga shtëpia ka rënduar edhe më tej gjendjen emocionale të Eglit Takos. Ndërkohë që Gjesti thjesht realizoi një shaka, një natë më pas Egli vendosi ta lërë shtëpinë përfundimisht. Për daljen e Eglit Takos të prekura me lot në sy u pan vetëm Dania dhe Rozana Radi, por jo Gjesti me të cilën aktoria kishte pasur më shumë afërsi. Madje pas largimit të saj, banorët kërkuan llogari nga Gjesti, duke e pyetur pse nuk ishte quajtur për largimin e saj. Ai u përgjigj se atyre nuk ju dhimbset Egli, thjesht dëshirojnë të dalin në Prime. Raporti i Eglit Takos me Gjestin ka pasur lohatje të shumta. Gjesti nuk ka deklaruar kur s'është i dashuruar me të, ndërsa Egli ka treguar gjithmonë dashuri të fortë për të, duke mbrojtur atë në çdo situatë. Një nga momentet më të tensionuara të raportit të tyre ishte në Prime-in e kaluar, kur u vendos që të diskutojë një temë shumë e sikletshme për çiftin, të cilët ishin deklaruar në Prime-in e së shtunës. Një nga komentet më të forta të Gjestit ishte për nishanin e Eglit, të cilën ai cilësoi si gjën më të shpifur që ka parë. Ky koment ndikoi ndjeshëm në gjendjen emocionale të Eglit, e cila u shpreh se ndjej shumë keq pas kësaj. Nga ana tjetër, publiku ka kritikuar ashpër veprimet e Gjestit ndaj Eglit, derisa ajo kishte shprehur dëshirën të largohej nëse ai do ta lënte shtëpinë. Përpas daljes së saj, Gjesti pyeste se ku kishin mbetur cigaret e saj. Sidoqoftë, në një bisedë me Rozanën, Gjesti u shpreh se ndihej bashkë, por nuk theksoi asnjëherë se kishte ndjenja dashurie për Eglin. Pas daljes nga shtëpia Big Brother VIP, Egli Tako ka reaguar në rrjetet sociale me një mesazh të thellë emocional. Ajo ka shprehur ndjenja të përzierë dhe ka pohuar se ndonjëherë as vetë nuk e di si ndihet. Më keni pyetur shumë si jam, ndonjëherë pyes dhe veten si jam, dhe nuk e di si ndihem. Unë vetëm e shikoj që kam një boshllëk brenda meje, dhe nëse shikoj brenda vetes, shoh ngjyrën e zvrasësisë, ka shkruar ajo. Ndërkohë mbrëm, Gjesti para gjumit i ka kërkuar Eglit që në Prime t'ia përcjell një video për t'i treguar që është mirë. Mbetet të shihet se si do të veprojë tashmë ish banorja Bigut.